Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, salatu wa salamu ala rasulillah. Vllazni, këtë më i vjetri, dhe të më i riu, a dhe shpërblev që keni nda kohë dhe jeni përgjigjë thirrjes së iniciativës vepro Hiking me Hoxhën. Qëllimi është që rinin me nxjerr prej telefonit, prej podrumeve, e me dal me shiju këtë bukuri që ka kriju Allahu Dhul Xhelal. Normalisht edhe ka aktivitet fizik i cili është i rëndësishëm për zhvillimin psikofizik të njeriut, mirë po e shohim se rinia jon është dembelav të mase dhe nuk ka dëshirë me prish rahatin dhe komoditetin dhe ma shumë parapëlqen me nejt në shtrat, sa me dal në xhami fillimisht sabajnë me falë me xhamat, e dyta me dal me bë aktivitet sportiv këtë ditë fundjavë, faktikisht ditë e diell. Allah i shpërbleft iniciativën që e ka para pa këtë projekt, e inshallah insistohet në këtë projekt edhe vitet e ardhshme në të gjitha situatat që me arrit jo sa jemi sot 23-4 veta, po me bo 100 djemë të ri, me dalë me ecë, me shiju këtë bukurit Allahu Dhul Xhelal. Normalisht sikur se çdo organizim, edhe ky organizim e ka emirin e vet, udhëhecin e grupit, e kemi Haxhi Mustafën, kryetarin e shoqatës bashkëtarë Gazi Baba, dhe pastaj do na i bindemi urdhnave dhe direktivave të Haxhi Mustafës, si emiri i këtij grupit edhe udhëheqës i kësaj ekspedite. Sikur se jeni informuar, na jemi tash përmi fshatin Bozovc, në lartësi mbijetare 1300 metra, parafërsisht, dhe nisemi për te ujvara e fshatit Leshnis, ose ujvara e Leshnisës, që i ka një shtek prej 6-7 km, maksimum 8 km, po është tek mesatërisht i lehtë, nuk është i rëndë, po është përjetimi i jashtëzakonshëm edhe i mirë. Të dashur vëllezër, Allahu Dhul Xhelal kërkon prej besimtarëve që të lëshojnë shikimin e tyre dhe të shohin qiellin lart dhe kodrat e mëdha, që nëpërmes tyre me pa madhështinë e krijuesit. Edhe njëra prej arsyeve ose shkaqeve që shtojnë besimin e besimtarit është kupton madhështinë e krijuesit. Edhe ai kur e kupton se këto krijesa kaq të mëdha, gjigante dhe kaq të bukura e kanë një krijues i cili është madhështor, atëherë edhe na duhet i bindemi dhe t'i nënshtrohemi atij. Edhe sa më shpesh që dalin në bjeshka dhe në male, aq më tepër e mushim zemrën tonë me këtë madhërim të Allahut. Edhe Zotën Allah i madhëshëm thot kuan ma lekum la tergjune lillahi waqara, pse ju nuk e madhnoni Allahun si duhet, wa qad khalaqakum atwara, i cili ju ka krijuar ju fazë pas faze. Andaj me dal në bjeshk është tamam me pa madhështinë dhe madhërinë e këtij krijuesit, i cili e ka krijuar njeriu në formën e përsosur, pas e krejt të krijesa tjera i ka vendosur shërbimin e tij. Është moment madhështor, ka nevojë për meditim, për reflektim, edhe një gjë dosha me përfundu me të këtë këshill. Gjatë udhëtimit madhnon Allahun. Çdo lartësi që ngjiteni, bëni tekbir, Allahu akbar. Madhnon Allahun subhanallah. Çdo rafsh ose lugin që shohimi te poshtë, e falënderojmë Allahun e madhëshëm, që këtë udhëtim një hap thu subhanallah, një hap thu Allahu akbar, një hap thu alhamdulillah, një hap thu la hawla wala quwwata illa billah, një hap thu astaghfirullah wa atubu ilay. Që e kije edhe meditim, edhe reflektim, po edhe dhikr për mendet Allahu Dhul Xhelal, e bëhet ky udhtim edhe i dobishëm për imanin ton, i dobishëm për psikikën ton, i dobishëm për trupin ton dhe i dobishëm për ne si vllazni. Ky udhtim duhet me na mësu shumë sene, po e më e rëndësishme që mendoj se është mi u bind të parit, më mësu me respektu kryetarin. E tash kam i qenë test kjo udhtim, për këtu deri në ujvarat e Leshnisës, se si na jemi të përgatitur me ju bind të parit ton, që mundet mos me konë më i ditur i për neve, mund mos me konë më i afti për neve, po përderisa është i pari jon, na duhet me ndëgju atë dhe me ju bind atij,
edhe qeni të bindun, jo vetëm mal, po gjithkohon në jetë. Nëse na i bindemi të parit ton, jeta jon ka më kon më e mirë. Në momentin që na rebelohemi edhe bëhemi pi një grupe, tash 23 veta, 5 grupe, atëherë humbim edhe forcen, edhe bereqetin, po edhe suksesin. Allah e shpëleft edhe një herë gjithëve një nga një që keni nda kohë, edhe keni ardhur në këtë aktivitet të iniciativës Vepro, inshallah taala vazhdojmë udhëtimin tonë dhe ndërkohë kena me pas edhe pauza, edhe fjalime, edhe këshilla, po përgatituni edhe për ne pyetje kfiskotekës, secili për juve ta shohna edhe sa keni duri edhe për natyrë, po edhe për fe. Allah e shpëleft. Selamun alejkum wa rahmatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Një për rregullave fikore, edhe është më rëndësimi i ditë kur ecin mal, ujrat, këtë çka janë mal janë ujrat pastërta. Andaj edhe për ta pi, edhe për të marrë abdest, edhe për t'u la, për të marrë gusëll, lirisht me këtë ujë mundesh mu la. Se çdo ujë që bie prej qiellit ose del prej tokës është i pastër. Edhe ai domodin vlen edhe me marrë abdest, edhe me pi, edhe me u la. Tash ky rregull fikor tregon lehtësinë e fesë. Se të jenë bjeshken mal, të lëviz, e tash vjen vakti namazit. S'ki uj me veti, s'ka problem, ku të gjesh uj, me abdest. Për me kuptu se të gjitha detyrat, obligimet fetare në islam, janë letë zbatushme. Nuk ka komplikime. Po edhe Zoti mos e bëv, s'ka uj hiç, për shembull, është mal i thatë. S'ka uj hiç, vjen vakti namazit, e kije drejtën e bashkimit, dhe e ke qeni shkurtume nëse je udhëtar, po tash ka arrit koha e kalon, jo ka afru akshamit, përfundon koha e tuti namazeve. Atër merr tejemmum, i bie dheu, domethënë dhe, ku do që shef dhe, i bie një herë dorë, i fërkon durt, i bie për dyti, i fërkon fytyrën, edhe me atë tejemmum falesh. Kërso namazi nuk lihet. Edhe në fush, edhe në bjeshk, edhe në mal, edhe po me konë borë, na këtë u dhe kina esë edhe borë kur ka konë. Atër njëtë borë është domethënë ujë. E merë borën me borë, merë abdest edhe pakisht falesh. Me nësia është që besimtari ku do që shkon, namazin mos me lanë, edhe këto lehtësime të rregullave fikore tregojnë se namazi është lehtë i zbatueshëm të gjitha situatat dhe rrethonat. Andaj besimtari duhet me jetë gati namazit, edhe me te me e dëshmu islamin e tij e para, dhe dyta me u bë model për tjerët. Kur kanë fillu vllaznia me ecë me bjeshkatar për para, një pjesë e madhe janë falë në shtëpi, ama në bjeshk janë falë. Pse s'kena kushte, abdest, tejemmum, mes, këto rregulla fikore si kanë ditë edhe bashkëmirë. Edhe kanë lënë namazin kur janë kthyer në akşam të shtëpia kanë falë bashkë. Kur i kanë pa këta tu falë, mal tu marr abdest me ujin e malit, me borë, i kanë pas kushtet, Axhimusa ka një segjade të veçantë edhe për mborë me vnue, e mushamës, atë kanë fillu edhe tjetë mu falë. Edhe është tash kënaqësi e madhe kur shkojmë grupet mëdhaja, 200-300 veta, kur e shefti 3-4-50 falen, është kënaqësi e madhe se i bën model për tjerë. Andaj kjo është një meselë që dosha me nda me juve në këtë pauzë. Allahu na bëf për atyre që vazhdimisht e falin namazin dhe ku nuk e lën jetën e tyre. Selamu alaikum, hoxha. Aleikum selam. Nëse kjo do të ishte dita juaj e fundit, cili do ishte mesazhi juaj për të rinjt? E para, shumë është vështirë njeri me mendu se është dita e fundit e jetës tij, po flas për njerin modern bashkëkohor, se zakonisht njeriu mendon me jetu gjatë. Edhe rrallë herë i shkon menja se kjo ditë ka mundësi me konë e fundit. Edhe as për veten nuk mendon çka kam i thonë vetes, po as për tjerët. Po flas për njerëz të rëndomë zakonshëm, edhe nuk e mendojnë këtë gjë, megjithëse Allahu i madhërisëm vazhdimisht neve na e kujton vdekjen, edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam konkretisht ka thënë udhkuru hadhi me ledhat.
kujtojnë e shtatrusin e knasive, ajo është vdekja. Po nëse flasim nga ajo që na kanë lënë amanet ulemaja, s'ka dyshim se rinis do i theshim atë që ka thonë Allahu i madhëshëm Jazimit, eni tekullah. Na i kemi porosit popujt e mëhershëm edhe juve që t'jeni të devotshëm. Devotshmëria është kapitali më i madh i cili bën dobi njeriut edhe në këtë botë edhe në ahiret. Sidomos rinis, që ata ta njohin Allahun dhe dashuria e tyre për Allahun dhe frikë respektin ndaj tij tjetë ajo komponente e cila e nxit këtë riun t'i çon vend urdhnat e Zotit, t'i zbaton ato dhe qëndron larg ndalesave dhe harameve që ka caktuar Allahu subhanahu wa taala. Devotshmëria është kapital, i jep zgjidhje dhe rrugdalje, i sjell furnizim njeriu, gjithashtu jep, domethënë, grada të larta. Në ajetet që lexojnë fillim Hafiz Uvesi, ishte wasiqa alladhina taqaw ila rabbihim ila jannati zumara. Dhe do të qohen grupe të devotshmit tek xheneti, domethënë. E devotshmëria çon njeriu në xhennet. E do të isha thonë rinis, keni frikë Allahun kudo që jeni. Sepse me dallimin e vendit dhe kohës, Allahu nuk dallon, nuk ndryshon. Ajo është me ne kudo që jemi na. A jemi vetë, a jemi me njerëz. Edhe andaj si kur se tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Muadh ibn Jabalit edhe Abu Musa al-Ash'ariut, ittaqila haythu ma kunt. Ke frikë Allahun kudo që qesh. E kjo do ishte kon porosia jon për një rini e cila e mendon edhe këtë botë edhe ahiretin. Normalisht përveç devotshmërisë, pastaj është dituria, pastaj është do thot angazhimi, puna, pastaj është sjellja dhe morali. E janë komponente tjera, po devotshmëria është kapitali më i madh. Cili është gabimi që shumica e njerëzve e kuptojnë vetëm në fund të jetës? Si që ka thonë ai poeti shqiptar, shairi shqiptar, Allahu të rabë së një bona. Brenga kryesore ka me qenë edhe ajo pakënaqësia e njeriut me veten e vet, pse s'u në bo rob i vërtet i Allahu dhu xhelal. Allahu të rabë së një bona. Sepse këtë jetë e njeriut lëviz qarkullon rreth këtij faktit, se si ne të bëhemi rob të vërtet të Allahu subhanahu wa taala. Dhe normalisht kur është momentin e fundit jetës tij, ai e shef se këtë ai angazhimi i mëhershëm për përfitu të mirat e kësaj bote, do thot titull shkencor, akademik, pozitë të lakmueshme, biznes, ekonomi, jetë komode, famë, e ndikim shoqëri, këtë ato janë të paransishme para këtij faktit, që rob i vërtet i Allahut kush bëhet, ai është fitimtari më i madh. Andaj tregon Allahu i madhreshëm në Kur'an se kur njeriu domethënë vdes, thot Allahu xhallahu ya ayyatuha an-nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. O ti shpirti i qetë që domethënë ja dorëzon shpirtin Allahu xhalal, hin në mesin e robëve të mi dhe hin xhenetin tëm. Do thot, me qenë robi i Allahut, qenë ka gradë, edhe grada më e rëndësishme dhe më e madhe. Tash na kur flasim kështu, unë jam i bindur se një pjesë e madhe rinë sot apo kjo është kur gjë e madhe. Realisht pozita më e madhe që ti mundesh me arrit në jetën tonë është me qenë robi i Allahut. Sepse njerëzit bon tifoz i X ekipit futbollit edhe një vetën krenar pse ekipa e tij 100 loje i ka fitu. Për shembull, bëhet antar i një partie politike, thotë unë jam antar i partisë më të fuqishme në vendin tim. Bëhet, do thot, pjesë e një klubit biznesit ose domethënë çfarë lloj klubeve ndryshme, thotë unë jam pjesë e këtij klubit, kam krenari. Normalisht njerëzit bën pjesë e klubeve të damshme për islamin dhe për shqiptarët edhe ai një vetë krenar. E ne i themi kur gjon se është ketë kjo, sa të bën krenar me qenë robi Allahu dhu xhelal. Edhe andaj, do thot,
gala ose brenga më e madhe secili prej neve do ishte pse nuk e shfryzova jetën që kisha në disponim të bahem robi më i mirë i Allahu Dhul Xhelal. Një tjetër Hoxha, a është ecja në natyrë një mënyrë për të medituar mbi krijimin e Allahut? Gjithsesi, njëra prej mënyrave më të mira për me meditu rreth asaj që ka kriju Allahu Dhul Xhelal është kur na ballafaqohemi drejt pozitit me natyrën. Dhe njëri prej shkrimtarëve musliman e kam pas lexuar me dresi duke qenë që mohabet ka 40 vjet mira, domthonë 37 vjet sigurisht mira i ka. Kisha lexosha një shkrimtar musliman e kishte bërë një krahasim mes një njeriu që jeton në fshat edhe në mal, edhe njeriu që jeton në qytet. Edhe ai bëke një krahasim edhe një konstatim thekë se njeriu që jeton në fshat edhe në mal i ka parakushtet me qenë besimtar më i mirë se ai që jeton në qytet. Pse? Përse ai që jeton në fshat edhe në mal vazhdimisht është në kontakt, në korrelacion me atë që ka kriju Allahu. Malet, gurt, drujt, uji, domethënë, këtë çka ka, kafsht, janë krijesa që ka kriju Allahu. Në qytet ballafaqohesh vazhdimisht me gjëra që ka bën njeri. Për shembull, shtëpia, ballnesa, asfalti, trotuari, çeshma, këtë çka ka rreth e përçartë janë gjëra që ka kriju njeriu. Edhe pse ai që është në fshat ka mundësi që më besimtar se është në korrelacion me atë që ka kriju Allahu dhe normalisht kjo vetë e shtin atë me mendu për Allahun. Edhe normalisht elemente tjera se shpesh herë në qytetet tona për shkak ndotjes së ajrit e kështu me radhë, rrallë ndodhi me pa qiellin me hyje, ama kur vjen mal mbiesh do thotë veç pak që natën kryet ka qielli, mahnitesh me atë mrekulli të yjeve të shumta që i shef në mal. Ecja në mal, përveç që është sport, përveç që është aktivitet fizik, përveç që është një relaks psiqik gjithsesi, është një momentum shumë i mirë që njeriu të mediton mbi atë që ka kriju Allahu subhanahu wa taala. Andaj Allahu Dhul Xhelal në Kur'an ka përmendur shumë ajete kuranore që me nxit besimtarët me shiku qiellin, me shiku malet, me shiku kafsht, me shiku detin, me mendu rreth anijes si lundron deti, këto i ka përmend për me na nxit neve me mendu. Për shembull, njëra prej sureve e thot drejt për drejti efela yanzuruna ila al-ibili kayfa khuliqat, pse nuk shikojnë në devën se si është kriju. Wa ila as-sama'i kayfa rufi'at, e qielli si është ngrit. Wa ila al-jibali kayfa rufi'at, kayfa nusibat, edhe kodrat si janë ngul, shife. Për shembull, kur ka thonë Allahu kodrat janë ngul, s'është ditë gjeologjikisht se një mal sa ka domethënë sa ka lartësi, as ka edhe thellësi, s'është ditë. Ama Allah po thotë edhe kodrat si janë ngul. Edhe andaj dalja në mal do thotë është një moment shumë i mirë që njeriu në momentin e qetësisë psiqike shef madhninë e asaj që ka kriju Allahu Dhul Xhelal dhe normalisht ta madhon Allahun edhe ta lavdron atë për këtë që e ka kriju.